Kandidati republikan për president Donald Trump pretendon se zgjedhjet elektorale të nëntorit mund të manipulohen. Ai u shpreh se ka dëgjuar gjithnjë më shumë zëra, sipas të cilave votimet nuk do të kryhen në mënyrë të rregullt. Pak kohë më parë, Manjati është shprehur se ka patur parregullsi mes Partisë Demokratike, çka çuan që ish-sekretarja Hillary Clinton të fitonte ndaj rivalit të saj brenda partisë Bernie Sanders, duke thënë se ai ka bërë pakt me djallin. Sipas Trump, Clinton është vetë djalli, pasi ajo ka marrë fonde nga regjimet që shtypin gratë dhe homoseksualët dhe ende refuzon të flasë për islamizmin radikal. Manjati së fundmi është vendosur në qendër të kritikave pasi ofendoi nënën muslimane të një ushtarit të vrarë, duke thënë se asaj mbase nuk i lejoi të fliste. Me sa duket, ai tani po përpiqet të fitojë sërish votat, pasi dhe sondazhet e fundit flasin për një fitore të lehtë të Clinton. Në zgjedhjet e 8 nëntorit, Trump dhe Clinton do të përballen për kreun e Shtëpisë së Bardhë, ndërsa akuzat mes tyre tashmë kanë përfshirë edhe Rusinë, ku kjo e fundit akuzohet nga ish-sekretarja se ka sulmuar kibernetikisht serverat e Partisë Demokratike.